Edhe në qatë ditë kur Ferizajn ka ndasht me largu, ajo është njës me një drejtim tash. Nëse s'gaboj, ka qenë fillimi marsit, nëse nuk gaboj. Marsi ka qenë. Cili muaj, cili vit ka qenë, kur është po për herë të fundit familjari juaj? Dikun ka qenë prilli, fundi i prillit, që është pa në Ferizaj. 98, 99? 99, sepse të në fshat 15 prill ndodhi ofenziva, ishte e beteja, që një beteja e Shekovësit, dhe në ato ditë mëndej kemi qenë gjithë përfshima aty, kështu që nuk kom pas mundësi me lëviz absolut, por ato që kom dëgjuar në fund të prillit e kanë pa. Madje kam disa familja në Ferizaj, bile kanë bisedu me ta, kanë mendu se do të shkojmë i bashkë në Vërbicë me atë kusherini. Keni pas paralajmërime, ka pas vllau paralajmërime, se situata është përkeqësuar, është rrezikshme me lëviz, apo diçka të ngjashme? Po, ka pas paralajmërime, ka pa, bile shpesh ai pej mëllejfit, pse e ka përjetuar dhe luftën e dytë botnore, edhe shpesh në mend ato ligjeratat që dike se ka pas një stil me këndu jashtëzakonisht bukur. Edhe na falke, për luftën, kështu mund me ndodhë, këtu mundi më shef, aty mundi me ba ato, nuk do të botut, mund thash ata e ka pas të lindun, e ka qenë veti e ti e lindun, nuk bën motut se motut mazit njekun e shkadion e që shtu gjithmonë. Por, ai në momentet e fundet, në Ferizaj tash 2-3 ditë apo ma shumë, që ka bisedu me qatë kusherinin tem, edhe në qatë ditë kur Ferizajn ka ndasht me largu, ajo është njës me një drejtim tash. Kur jeni taku për herë të fundit, ka bisedu diçka me ju që mundet me ndodhë diçka e rrezikshme? Po ka qenë herën e fundit, që unë jam taku dikun nëse s'gaboj, ka qenë fillimi marsit, nëse nuk gaboj. Marsi ka qenë. Edhe kështu në atë formën si hajgare, më së të di s'ka zvinë, se në kam ata, nuk vinë, se rrugë kanë qenë vështira atje në fshatin tonë, nuk mujnë me dëpërtu, nuk mujnë me hi, qytetë i këshyrin katunët e mdhaja e tjera, qështu, gjithmonë. E kom sugjeru kështu, e kom sugjeru me që drute në atje në fshat, tu bazon atë se kemi malje, strehomi dikun malje, mirë, po ka thonë do të shkoj edhe një herë, t'i shoh dajtë edhe do të kthejna. Flasim pak për momentin e shtukjes. Qysh ka ndodhur shtukja e vllaut? Çka dini, çka keni informata deri sot? Masi me sy s'ko po asgjë, vetëm gojdhana kështu, të thash, ka dala ditë në mëngjes për dajve. Edhe ka thonë po shkojmë brad. Tash, një pjesë tjetër thojnë e kemi pa në xhami, ka dash me falë drekën. E mas drekës, sigurisht, po supozoj, sigurisht është njësa nej, se ata kanë mendu, kanë bisedu ata që do të strehohemi, do të shkojmë brad. Atje male, sigurisht në artësie, çka dione, do të shkojmë atje dhe ai sigurisht është njësë. Mendja pa ma merë. A ka pas të shmitar, a kanë pa momentin kur ka ndodhë shtukja apo kidnapping? Jo, nuk kemi. Dëshmitar okular, absolut, jo, nuk kemi.